Florian Binaj, kandidati që mbështet Sali Berisha për Tiranën 5 vite më parë, merrte vlerësimet dhe urimet më të mira për ditëlindje nga Edi Rama. Më 12 tetor 2020 e cilësoi aktorin e humorit djalë King me botë të bukur, të talentuar dhe të edukuar që mes plot talenteve ka spikatur me sozinë e kryesocialistit në programin e humorit portokalli. Flori është mes atyre që e meritojnë të heqë shkapelen për faktin domethënës se nuk bie në vulgaritetin tipik çedukativ të disave brenda llojit të tij. Shkruan Rama, uroj njëkohësisht që energjitë pozitive të Florit e të kolegëve të tij të talentuar të çdo ekrani ta ushqejnë sa më mirë publikun në këtë kohë posaçërisht sfiduese për të gjithë. E mbyll kryeministri urimin në vitin e pandemisë për ditëlindjen Florian Binaj, drejtuesin e emisionit Piranja, i cili sot mori mbështetjen e demokratëve për Bashkinë e Tiranës.